Ti je burri më i mërzitshëm dhe mendjemadh që kam parë ndonjëherë. Hey, zonj, e kam parë llojin e djemve të pasur me cilët shoqëroni. Unë jam i vetmi burr që ke takuar ndonjëherë. Oh, jo. 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 Dhe bast për Marinën. Egoisti mdyr. Për këdhelu. I pa edukat. Kur je lart. Gordo lart. Mendjemadh të pëlqen vetja. Mos mirënjohës. I pandrejshëm. I padurueshëm. Ta pakën unë nuk jam i nënshtruar. E nënshtruar? Ta tregoj unë ty të nënshtruarën. Çfarë? Ule poshtë. Ylli! Vaj tretini! Një dritari! Pas ki me rakje, lidhur! Simbat! Direku nuk do të duroj gjatë! Asu! Nuk duroj do të më! Pritë elitarin! Hej, ku I merr ky karotat? Kush e pati këtë ide përsëri? Se kam iden. Po më ka borxh një drek. Porta e motit. Vëbas që nuk mendoja se do shkonim kaq larg. Jo, nuk e mendoja. Po Proteus, po. Nuk e di pse kishte besim tek ti. E po, kush e di çka menduar? Si jeni takuar ju të dy? Si gjithnjë isha duke vrapuar për të shpëtuar, kur dy prej tyre më vunë në qosh jashtë mureve të pallatit mbretëror. Më zunë në çark. Kisha një thik në fyt, një në kraharor dhe një... Pra e ke iden. Kur pa pritmas, një I katërt hyrë në loj. Ishte Proteus. Ai na kishte parë nga dritarja e dhomës. Zbriti nëpërmjet mureve të kështjellës dhe luftoi për krameje. Buah, ç'të luftuar që bëm. Duke sikur kishin bërë prova. Që nga ajo ditë ne u bëm shok të ngushtë. Çfarë ndodhi me ju të dy?